Prokuroria e Tiranës ka dhënë pretencën për të miturin Mario Përlleshaj që akuzohet për vrasjen e Martin Canit, duke kërkuar dënimin me 25 vite burg për veprën penale, vrasjen në rrethana cilësuese kundër 2 ose më shumë personave, por prokuroria Alma Felaj tha se lën në vlerësimin e gjykatës dënimin përfundimtar duke i kujtuar kodin penal për të mitur, përkatësisht nenin 97. Ky nen përcakton se dënimi në këto kushte nuk i kalon 12 vite, çka do të thotë se nëse gjykata merr parasysh këto rrethana, autori i vrasjes së Martin Canit dhe plagosjes së Luis Meçja mund të dënohet me më pak se gjysma e dënimit fillestar, pra me 12 vite. Në seancën e ardhshme do të mbahen konkluzionet e mbrojtjes, por edhe qëndrimi i palëve të dëmtuara. Kujtojmë se si pasojë e përleshjes mes të miturve mbeti plagosur edhe vetë autori i dyshuar. Prej nëntorit të 2024, 14 vjeçari Mario Përlleshaj mbahet në institucionin e të miturve në Kavaj. Ngjarja e rëndë ndodhi pranë shkollës Fanoli më 18 nëntor të vitit të kaluar. Vetëm disa ditë para krimit adoleshentët ishin konfrontuar me njëri tjetrin dhe shkolla pretendoi se i kishte ballafaquar të miturit dhe pas kësaj ishin pajtuar, por në fakt konflikti vijoi disa ditë më pas, sapo fëmijët lanë ambientin e shkollës ku regjistruan disa metra larg saj dhe ngjarja e rëndë.